gjatë javëve të fundit kam marrë 10 ankesa dhe shqetësime të drejtë për drejta nga bizneset në gjithë vendin, të cilat vijojnë të përballen me kërkesa për shlyerjen e detyrimeve të vjetra tatimore, pavarësisht faktit se këto detyrime janë shprehimisht të falura apo të shuara me ligj që në fund vitin e kaluar, dhe këtu janë dhe një pjesë e po ta shikoni një pjesë e korrespondencës organeve tatimore me këto biznese. Është e pabesueshme, por mbi të gjitha e papranueshme, që më shumë se 4 muaj pas hyrjes në fuqi të ligjit 84 për marrëveshjen e paqes fiskale dhe ligjit 86 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore, këto ligje të miratuara nga Kuvendi vazhdojnë të mos gjejnë zbatim real në praktik. Veçanërisht për ligjin e fundit, atë të shuarjes detyrimeve, situata është shqetësuese sepse janë krijuar shumë probleme në ndërveprimin e bizneseve me organet tatimore. Shkaku është i qartë dhe nuk mund të fshihet më, pas justifikimeve teknike. Ministria e Financave nuk ka përmbushur detyrimin e saj ligjor për të nxjerrë aktet në ligjore të domosdoshme për zbatimin e këtij ligji. Ky mosveprim i qëllimshëm ose i papërgjegjshëm ka krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme, ku ligji ekziston vetëm letër, ndërsa administrata tatimore vazhdon të veprojë sikur ai të mos ishte miratuar kur nga parlamenti. Mungesa e akteve nënligjore nuk është thjesht një vonesë burokratike. Ajo ka hapur rrugën për abuzivitet dhe presion nga ana e strukturave tatimore ndaj bizneseve, duke u dhënë atyre hapësirë për trajtime